6 prill. 2 mënyra për ta kujtuar Jezusin. Kujtoj Jezu Krishtin, prej farës së Davidit, të ringjallur prej së vdekuris sipas ungjillit tim. E 2 Timoteut 2:8. Pali përmend 2 mënyra specifike për ta kujtuar Jezusin. Kujtoja atë si ai që u ringjall prej së vdekuris dhe kujtoja atë si pasardhësin e Davidit. Pse ti kujtojmë këto 2 gjëra për Jezusin? Sepse nëse ai është ringjallur prej së vdekuris, ai është i gjallë dhe triumfues mbi vdekjen. Përfshir këtu edhe mbi vdekjen tonë. Por në qoftë se fryma i atij që ringjalli Krishtin prej së vdekuris, do t'u jap jetë edhe trupave tuaj vdekatar me anë të frymës së tij që banon në ju. Romakëve 8:11. Kjo do të thotë se nuk ka rëndësi se sa serioze bëhet vuajtja, sepse pasoja më e rëndë që mund të shkaktoj këtu në tokë është vdekja jote. Jezusi ja ka hequr gjembin vdekjes, armiku ton. Ai është i gjallë, edhe ti do t'jesh i gjallë. Dhe mos kini frikë nga ata që vrasin trupin, por nuk mund të vrasin shpirtin. Mateo 10:28. Për më tepër, ringjallja e Jezusit nuk ishte një ringjallje e rastësishme, por vetë ringjallja e birit të Davidit. Kujtoj Jezu Krishtin, prej farës së Davidit, të ringjallur prej së vdekuris. Pse thot Pali këtë? Sepse çdo jude e dinte se çfarë do të thoshte kjo. Kjo do të thoshte se Jezusi është Mesia, Gjoni 7:42. Gjithashtu do të thoshte se kjo ringjallje ishte ringjallja e një mbreti të përjetshëm. Dëgjoj fjalët që engjëlli i tha Maris, nënës së Jezusit. Dhe ja, ti do të mbetesh shtatzën dhe do të lindësh një djalë dhe do t'ja vesh emrin Jezus. Ai do të jetë i madh dhe do të quhet Biri i Më të Lartit. Dhe Zoti Perëndi do t'i jap fronin e Davidit, atit të tij, dhe do të mbretërojë mbi shtëpinë e Jakobit për jetë, dhe mbretëria e tij nuk do të ketë kurrë të sosur. Luka 1:31-33. Prandaj, kujtoj Jezusin, atë të cilit i shërben dhe atë për të cilin vuan. Ai jo vetëm që është i gjallë prej së vdekuris, por ai është i gjallë si një mbret që do të mbretërojë për jetë. Mbretëria e tij nuk do të ketë të sosur. Pavarësisht se çfarë të bëjnë njerëzit, mos ki frikë, ti do të jetosh sërish dhe do të mbretërosh bashkë me të.